Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje jemi qëtemi kudo që jeni. Përsëri ndodhemi në Lipjan. Gadimja e epërme e kanë kërku me të modhe. Fillimisht më duhet me cek ndër fshatra deri me tani që unë ju kam bo vizit, nuk ka ndodhë me marrë atë shumë mesazhe falëndëruese për vizitën që e kam bo këtu te Kujshit. Gadimja e Olt. Kështu që në shenjë respekti, unë sot kam vendosë me ardhë sa ma shpejt edhe gadimin e epërme, po e bitisëm, kështu që mbetet juve vetëm me qëndru me neve. Do e pasqyrojmë mënyrën më të mirë të mundshme, po i shofëm dallimet mes asaj të Olt dhe të epërme. Këta Kujshien, kështu që të shumë cila po mdel më e bukur. E kam parasysh është një gadime, por që janë të ndora. Do njoftohemi me banorët, edhe pse po m'duket që kanë me qenë të njëjtë, sikurse atë ditë ata kanë qenë shumë njerëz të mirë. Kemi kalu një ditë shumë të bukur, dika do qenë po njihen. Tash lëshohen edhe vinë më hojnë. Qa me bo? Kohën e kemi perfekt, do e shijojmë pa fund si gjithmonë. Pasha Zotit me të madhe po njihen. O, kujdes. Pse këtu mungon një cop e shkurt të trotuarit, qa i keni bo trotuarit, ku e keni lonë? A gadime? Për ndryshe, sikurse gadimja e Olt, edhe kjo duket me një sipërfaqe shumë të madhe, përveç kësaj e ka pozitën për mrekulli. Në Lipjan, pra si që dim, fshatrat, kjo komun i ka shumë të mira. Njerëzit janë të mirë, janë të respektum, të kulturum, janë shumë ikpritës. Kjo më pëlqen më shumëti. Ushtria Shërimtare e Kosovës në këtë shtëpi ka qenë shtabi i UÇK-s për mobilizim dhe operoj njësitë e UÇK-s, i cili ndërlidhi 4 zona operative të Rodimes, Pashtrikut, Karadakut dhe Llapit, data 98 deri në 99, pra në Lipjan. Rruga Vëllezërit Limoni. Kënej po më duke ta? A pa ti që qanë? Ja 3-4 shpija. E sot me dron do e marrëm e gjithë gadimen, edhe atë që kemi marrë po mje, por sot kështu do e bashkojmë komplet gadimen, kështu që çka na mbetet vetëm me taku banor, edhe me bisedu, me na tregu për këtë pjesë të fshatit. Kështu e kemi deri në fund ta, inshallah jo se të qysh shumë e kufizume po ndihna. Muri, kënej s'po kodzej me dal, të qysh si mësune kështu mos me bo me gjeste, ngosht s'ma dënë. Jam të e pa busin minikombea, si me qujt. Pas kam pas edhe për derivate, e po mduket tash nuk është e shfrytzume për asgjë kë objekti. Shtëpi kjo, pa shtëpi e madhe. Kujdes. E pse e ka lënë kështu të hapën? Me ba me shtin komën a i fmi këtë, e thanë. Hajde onë di kalla dhe ka kjo pjesa kënej, se ka shumë lëvizje, po të shkel në i sen, po ma shenë shërën. Për ndryshe vlente dhe kësot fshati është të jeti poster, ju lumt, gjë që e ceku në gjdo fshat. Shumë bukur me mësusin, pastërti gjithandej. Infrastruktura nuk është që po m'pëlqen edhe aq ka plasaritje vende,
por që më rëndësi me jetë po mundemi. Vlinë të ciket, ndoshta është edhe herët, por atë ditën e gadimen e ult, me fillim kemi taku shumë banor, këtu ende ju, kam betë kështu, rrugtimi i vetmuar. Po tu me plas, po sa po mjeni nati, ta fala jetën, ma djege ma si se duani. A du me plas, sa po mjeni. Nuk I keni idenë se sa shumë mesazhe ka marrë për me vizitu gadimin e epërme. O mu hidh kemenja mas iftari mu që me gjëru, në terë qashtë. Kështu që nuk ja kam vënu, I ka dikon 4-5 ditë që kam qenë në të poshtmen, ulten. Nëse I nga trej kështu, po e dini tash, atë epizode keni po. Edhe që të shoh edhe këtë pjesën tek uji. A sa bukur, sa më pëlqen, shifeni sa pamje të bukur, ja jep një ngjyrë shumë të mirë fshatit, edhe pas tërti, gjithë ditën që të kisha nejtë, deri në kohë të iftarit. Pse, për shembull, banorët nuk dalin këtu me kalu kohën më kënaq. Çka I mungon në këtë pjesë, ndoshta një ulse, edhe njerëzit me pas ku me kalu kohën. Përshëndetje! Mirë ju si jeni? A jeni mirë? Apo vjen apo vi? Hajtë se ti ma I ri vjen ma letë. Si jeni? A jeni mirë Dorontina? Si jeni? A jeni mirë? Allah. Qysh po kaloni? Sikur ata plesh të ke jeti bestej për. Qysh plesh djalli I ri? Po qysh jo gati. Ai gore po. Mirë jeni? Mirë. Qysh po kaloni? Mirë, nash jemi rahat jemi të të sanë s'ka këto. Si është me jetu në fshatin Fshati ma mi s'ka ku s'kanë, veç dash me punu, dash me bata, dash shka du shki, veç njërin e maran, shka po të një ma mirë. Ja, për mrekulli, fshati, komplimenti, edhe shumë I pastër fshati. Nuk o ba qatë, po... Që, për ka pak ade, po I mbyllëm sit pak. Je kemi bëllë gjithë. E në dëgjëm, ku po mikë, po së mikë. Jo, s'kam kohën më nejtë vizë. Një minut. Jo, dyzë shti fodi, ama nuk kam kohë, qërë. Qaj të punu? Në parabarë. Në bërtonin? Në bërtonin, në parabarë. Vetit të 2 minuta. Ja, këna e bërë. Ha, qaj të punu? Atë vime dhe atë shumë? Ju, mëllë ti më pëtanu, se më prish me gru, hajë, qëra. Po në të konsideroj si bo? Po në po të thamë që shqiptarë si jemi një të këndërë. A dhe që ne ke bëjmë të losëm me të pasën ko, shka bëjmë. Po, unë jam gazetarja popullit, unë dalë bisedoj me banor për fshatin, një A më puti, na I hapë. Shqiptarët janë të këndër. Dëgjëm, me nisi me ndëgju fjallë të njerëzve, se sha dalë prej dhere korë. Valoj ju. Po, që ato të bojnë edhe ma të fort, t'japin shtytje me vazhdu. Shtë që onë si te përkëtër. Kuj ti pelqen, mi kuj si pelqen shumë e letë është. Kjo me qepo. Duhet mi selektu njerëzit. Ba dihova, dikosh e dikë mene malë, dikosh... O, heq s'me rande me fjallë. O, heq nuk me rande me fjallë njerëz. O, atë që këne min këne im dalin. Ja, po s'ki qore, gabim e ki mujtë. O, nuk mira me... Ja, po, valla. Po s'bën ndë gjëm, ta stopojnë jetën, të bojnë me lujt. Ja, ti për mos me lujt. E sa nina rre vetë. Qa jo dhe po thëmë s'po mirë me kërkën. Ti me zonë ashtë të jesë në rënanë. Pa morë fjallë për me, dhe për qatit, vjeqahet. Ja, po në fund të ditës, te një vetën. Kërkosh ma mirë se ti që e një vetën nuk t'ja kërkosh. Amo po, s'kam kërë më morë me, kanë edhe me vetë vetin s'ki kërë më morë. Te, që ta po thëmë se morë me kërkën. Amo duhet, unë në sakakë s'dalja, qëre, më rrimat më dhe ka me donë sakakë. Jo di shka. Po, ka të unë keqo, nuk janë keqo. Po, si që unë që të më unë, piloni po ne kënë gjithë ditë në sakakë. Më tërë nuk kasi, unë se doraj. Më mirë i shveteme,
edhe po në shpetame, edhe së më thotë kërkush vetur, hej, që ka, që që e njeri, ka po bëjkemi Ma kjo fshati edhe yti është a mo jemi, apo që... Po, krye mua vetë. Arieta Group. E Po. keni ndonjë Ju, biznes? unë komponu në të Arieta Group. Ah, po, tash kanë Tash më kanë me kujtim tishat. tishat. Po, shkoma. Çaj kujtimi. Kujtimi i shqiptarëve. E tash po punon në borë, çfarë po punon? Pastaj e bëj gati. Shumë mirë. S'po du me ju marrë shumë kohë një dallim nga gadimja e holt me juve. Na jemi shumë më të mirë se gadimi jote. Ha, çka për Po, shembull? s'ka për dur. Kum taku njerëz më shumë? Ma shumë se nuk dalin gadime të tepër. Ata s'kan që të sanë. Të shpejla dalin, rrinë. Na s'kem kohë, la do në punu. Ju ma puntur, a? Më gjatë mi kopë. Autobusat i kem tundë. Shqiturat i kem ranë. Shka po A të? i ndoni me ata ku ishin autobusat? Po, E keni bashkarisht? Ja, bashkarisht a i ka blejë vetë. Po, vetë i kohë. Edhe po në smush tanë, qandi, pjanë, qanë prishni. Ku nuk thot, a mi porët, e shetë që ka nërë shqelujt. Hajtë be më sëmë gjallë, hajtë. Po, atje kishte edhe nacionalitet tjetër. Këtu ako? Ja, këto se këna s'ka. Kjo gadimja Se, im. ju ma të vështirë. Jam batë këshe im. Që shto më utërë. Ju përshëndes. Na përdojnë, unë dhe kam që dhe bajgore, po Ja, nuk... më në bëj hajgore. Nuk po kam ku me ne, që halos kisha që ka të vizka. Faleminderit shumë respekt. Faleminderit. Hajde po vazhdojmë. Sa bukur ndërtohet me siguri lokal, ashtu e ka ndërtimin, a? A jem gabim, ondi? A jem gabim a dallash? Si restorant, si luli ishte, i pas kanë vendos lullet. Hajtë se të punu ka këtë. Ma mirë një gjithë të punu se të nejtë. Shumë mirë, qësh? Mirë, falimderit. Jës, krejt që në shërahat ju? Stogit, ja? Po, i stogët. Po se të kom pona për emisione. Falimderit. Ju, mirë djenë? Mirë, jam unë në bërë klipionë këtu. Apo, shumë mirë. Mirë, po në jem konë një stëgë në paravan një nësë ditë me shku. Edhe? O Si mirë, vlerëson? mirë. Mirë vëlla, janë njerë shumë të mirë. Pra, përshëndetje, si je, a je mirë? Si jeni, a jeni mirë, a jeni lovë? O, bo, pa merak. Qësh po kaloni? Po mirë, be mirë. Qësh është me jetu në gadime të epërme? Kjo është shtëpia E vëllavit, po sopra për e pasit një pjesë shumë të bukur. O, krejt carën t'i pasit në viva, Allahin. Qësh është jetesa në këtë fshat, në këtë pjesë? Po, Qësh po kalim shtëpia dhe, s'na bjenë sy? jetesa nga dime është normal si çdo konë Kosovë ku jetuhet. Për ndryshe fshati është shumë i bukur. Shati është shumë i bukur, shati si që peshet një kodrinarë malor, njerë që jenë punëtor, punojnë me bujqësi, me blektori, me gjitha gjanët. Thot, punimin e tokave nuk e ka Po. lënë onash. Jo, këto në përgjithësi toka punohet, që kjo pjesa mundi me fokusu kësaj dhe kamerën, e gjitha punohet. E pjesa është malë, domthonë është shati Vrella një fshat atje, po shumë pak shvika në metë E atje. kësaj komune, a? Brilla. Vrella është me gadime, opto, e një pjesa njëna është me Gjilan. Se që atje dikon 5-6 km këtu i to kufini, me Gjilan. Sa e di ne toka është shumë pjellore në komunën e Po Lipjonit. toka pjellore dikon të 6.000 kila i qetë, domthonë gron një hektar. Ka prej atyre familjeve që e bëhen vetëm nga punimi i tokave. Po, se di që më thonë tash një pjesë edhe nuk janë të i punu se rinia e ndolë jashtë. Ose probleme më i madh te qeveria do të me opë vendet punës për rini. Unë rinia së më pejgjojnë vetën këto, se me 4-500 euro nuk jetuat. Ose shpenzimet të në janë, për shumë shpenzimet është rryma, është ujë, janë gjitha. 500 po shkon me shpenzime. Qashtu, këtu janë për shembull qysh më taks administrative, jo komunës më ja pagu tatimin prodë, jo internetin, jo rrymen, jo ujin, jo bërllogin, gjitha kështu që nuk po mujnë mja dole rinia dhe janë fokusu ka perëndimja nena. Që do thot nuk ka shumë rinin këtë fshat. Po
Ka rini, po shumica kanë migru në Lipjan, se Lipjani jo 12 kilometra për këtuvit. Edhe në Lipjan kanë migru shumë. Banorët me zveti si keni raportet? Banorët, raportet i kemë mira këtu, do më jemë në maholla, do më në Demi, logja Demi, anina e në gjashve, këtina është do më ke logja, krejt është e Ibroviq, të eri atje lartë. Martesat i bujnë nga dimet, na jemë si tërsht. Këto se ka shumë fisë të arta për fshatra tjera dhe banë martesat. Unë e kam grunë nga dimës. Shumë me qëta ofër. Ofër dikon 1 kilometër nuk i ka ndaljet nga dimës atje. Nuk e ne hanë në shpit qajnë, Po. Shumë mirë. Ju punoni diçka? Përveç që punoni gjeta kështu me punë Unë punoj në qendrën korrektuse për të mitur në Lipjan. Jem zyrtar korrektus. Ndryshe kam fakultetin e kriminalistikës në Banë. Mirë, po për momentin nuk ka punë tjera, ose po të të me punuat. Në Lipjan e keni mikpritje kështu. Tash po më intereson sa keni arrit ose sa po arrini me përcjell tek brezat e ri. Po në Lipjan në përgjithësi, sidomos të shqiptarët, o konë mikpritja për para, o konë e mirë, dhe ma unë kam pas oda njerës, si kurse ka ona ju ka duga gjini. Mirë po tash me kalimin e kuës odat jenë shujt, dhe ma unë nuk ka njerës, dhe ma unë veç shpijat. Aste ne tash nuk është që ka shumë oda, por që mikpritin e kemi... Dhe mikpritja, sidomos të ju në duga gjinë, mikpritja është me mirë, jeni njerës mirë, jeni njerës për e socialës ndershëm. Shtaj mërejta ju në me mështin që të shtepi që shkaj. Po, pa problem, heq, pa problem. A keni Ramazan? Nëse s'keni, pa problem uj me pi kafe. Se nuk më dje morë me tonë, se i kësha pi një kafe. Se i thom, nuk se s'kafe bojmë, sa problem, heq. Do t'ju dhash bërë qetë, unë vetëm për fshatin dolla pak me një pyt, me që është Ramazan, ju përshëndes. Ishte knaqësi edhe për ne. Edhe për neve, apo na për cila, po i po. Po, japi jo për cila, pa problem, heq. Derisa të shkojmë të dyrë të mu mdele dhe na i muhabet. E këtë zotrin që e po të vla? Po, dëgjo, qëre, na jem 4 vllazën. Që kjo shpija jem, kjo është e një vllavit në Gjermani, e qetra ti vllavit në Gjermani, ajo drejtori shkollës, ajo atje, Imrami. Drejtori shkollës. Do pjesën matë më vllaznit. Ren. Baba na i kalon, se jo, na jo, baba na i kalon. Por që ka prej aty në ndoshta që ja u kalon baba, po se kanë vazhdu. Po, ja, qashtë. Shati është shumë i bukur, pozitin e keni shumë të mirë. Shati është i mirë, një ndër fshatrat më të mëdha në komunë të Lipjanit, domthon dikon fshati Gadimi, domthon Gadimi e Ultë dhe Epra, këtu shkojnë, kaloj manina. Shkojnë domthon dyja të shkojnë në grup. Dikon janë 10.000 shtëpi, ka 7 banor, domthon secila shtëpi, dikon 10.500 banor. Mirë po një pjesë, siç thash, edhe kanë migruar perën tim. Unë kanë thonë, ja e Ulta ka ma shumë, ja kjo e përmja, tash cila është ma e modhe. E Ulta. Ja vendosëm piken. E Ulta ka pak ma shumë se e Ulta domthon deri në Babosh. Kufizohet domthon me Babosh me Llogazhi. Ndërsa e përmja, që kanë altë dikon 5-6 kilometra Varrella edhe Smallush në fshat. Ka pe këtu dikon 2 kilometra 3 si ka fshati Smallush. Te e për me një mikon para sa ditës, 4-5 ditë ashtu. Tani mesazhet, vu me orë kënej, tash hajdi me njerë masi që më kam pritë shumë mirë. Emisioni juve shumë i mirë, domthon ka tema investigative, domthon normal. Këto emisioni janë shumë të mira, më përcjell të brezat e ri. Obse. Investiguese, ulëmtim. Se ka prej atyre që moshat ndryshme që munden mos me... Kemi pas edhe na në fakultet ulëmtime, domthon. Unë e kuptova, po ka prej atyre që ndoshta munden mos me kuptu, për atë në dhe flasë shumë për toke kështë, ta mon thjesht, ka të notë, i rëcita krejt. Hiç pa problem. Ma bën halal. Jo pa problem. Jo përshëndes, çdo të mirë. Respekt, çdo të mirë. Faleminderit i nderuar. Mirupafshim. Jeni të mirë se ardhëm çdo. Faleminderit shumë mirënjohëse, çdo të mirë. Mirëmbëçi. Sa njerëz të mirë janë. Hajde nalë. Qa po këqyr breganes po nolesh? Ku? Ej, qka shtës me vos për një me emrin gani? Ja qëllojnë e kështë ka një herë. Që të vesh ti nërhi e dudit e ti vendosi... se ka dudit. Vendosi gjëzlëkt. Shumë njerëz mirë, sa familje e mirë, e sjellshme. Pot pra, njëri i ngritëm profesionalisht,
ashtu ishte shumë për toke, i thjesht. Këta njerëz më pëlqejnë. Dikush po ndëgjohet, hajde po provojmë ande edhe në këtë të bërë. Oj, zoti shpis! Përshëndetje. Jemi me Kamir? Faleminderit, si je? A je mirë? A je një lopë? Qështë po kaloni? Familjen? Mirë kejtë rahatshme. Me shëndet? Mirë kejtë rahatshme. Jem të e pa dhe një banor që mos mi Po. marrë juve ko me Po. ju mundu. Kush është ai? Burri. Burri. A fletaj me nive? Po flet. Oj, zoti shpis! Shpina na pak ma të vjetër na Apo më duket të po ndëgjën, as po dal. Njëlla nuk një mirë. Oj, zoti shpis! O koncentrua. Ja. A çka thërë ma gjyshin, mëre? O koncentrua dhe jenë nuk një mirë. Për një me, a? Fort Po, mirë. qysh po kaloni? Mirë shumë. Qa po mirë. bëni, qa po Po bëni? qëtë qështu si ka A një lodh? A do një mësafir? Hajde që ka, hajde. Faleminderit. Nuk jo marrë shumë ko, pak pauzë po ja u bëj. Si jeni ndërum? Mirë, Dërum mirë. tina, a një mirë, a një lodh? Krejt mirë. Qysh po kaloni? Po mirë. Qa jeni të punu? Anan, Hajde, sa bukur e pas këtë shtepin edhe u borrin. Edhe diçka plus të punu prit kohën, a? Po, të në rejqim që së pa. Me të vërtet, ishit shumë njerëz punëtor se cila shtepi ma e bukur se tjetra. Po ja u kom zili. E qa po punën e që i keni bo kështu senet? Po, ju në hamë për para jashtë, sa një djemë të punën ka pa. Ja, djemta kanë vazhdu Po, tani. të një ka një që Po, që sa vite jeni këthy? Jo, këthy në mas lupë në njëherë, po... A i pendu që e këthy mas luftës me Jo, njëherë? heqo. A ka qenë e vështira aje periudhë me qenë si ju keni pas pak pare? Në s'ku këllë mashti, po i në këllë në asë këllë këllë lupë, asë e dhe. Ama më së jam këthy ju në mos kërë së menu mas me dorë, për e kjështë. Ju lumt. Jo në këllë nuk të sa që është. Për sa vitet ka ra me jetu në cili vend i konë? Një në Gjermani, një 10 vjetë, në Zvicër një 2 vjetë është. Je konë me grunë po? Ne po me së një vjetë. Shumë mirë. E fëmija ndoshta jenë konë të vogël kërë i një këthy? Ka asë këtë vogël, kërë në këthy... A, sa të këshin këthy? Ja, që vjen shkum këtë gati. Ti i ke këthy ata prap jenë Po, shku? do e është gjëjan këta, që jesë këtë kanë shku. Qa ju ke thonë kërë e kanë morë vendimin ata me shku jashtë? Valla, i kom parë më shkani, po... Sa ka vendës, Çfarë jete? ka vendës për shku, shka me vatës. Po në rinia lakmoj ma shtë hajtë. Po dhe ma mirë po me rojna, që po... Që ta është do besoj që është ma mirë, sa që jesë këta. Po bre që ashtë të po thojnë, gjëmonia nuk është si për para. Ne që është me gjëshon, po atër u ka në ishët, edhe këto po ka po më ka sa. Do thot ju largimin e rinis, po e them, kështu se po ka dhe prej moshave të ndryshme që e po largohen. Jo, kërëjtë po largohen, qëtash po nduhet që pa kanë lisë. Po thujnë po shot pak, a? Po shot pak, po shkojnë se përshkojnë që da që s'ka kur gjë, se vëllaj, këtë ka të hitë. Inshallah, një ditë kanë nuk t'i krejtë. Se Se normalisht, unë e mendoj që asme nuk del për qef. Jo, Se cili ka arsyet e veta. Po, ta i sa shkanë qef e posë në i krasë, një në sa të se, për që jasë se ka gojnë Po hoj. na den. Edhe unë shkur të lësheni ditë Kosovën. A? Edhe unë shkur të lësheni ditë Kosovën. Jo, vëllaj, në gumë ju. Unë se kam kojnë amë shumë. Po bëjmë pak hajgore. Si po jetoni, si po kaloni në Mirë, shatin, mirë, Kadime? mirë. Me banor, raportet? Mirë. Apo shkani na ikon, apo ju vjen ai Po, i kosha? ka pashë. Kur po kem kuha lehe ata, kur po kanë po vinë nga lehe, jo si për para, jo, ama jo. Ama mirë atëherë tash. Po i svedi, ta shapet ma mirë, sa se ma shumë kanë hekë njerëzit ma... Po, valla dhe ka punu vetëm një për 30. Që ta është ma mirë, po në këtë kanë ma mirë. Se cili ku letën e Po, vetë. po ma mirë, si për dhjetë kërkoj, da hajtë. E kështu apo mirë me na i punim tokave, qëtu diçka, pas ke po. përgadit, diçka Jo, kime jo, mbjella qa? se këmë se i lato se këtë këna me ush me dhe i këtë, se ta do të me, që i këna shtu, të tani do të me bërë. A, keni me shtru krejt me... Me rafshu, po.
Sa bukur. Deri këtë pas hetor me përfundim, a? E kejna dhej me mush me mjëllë bare, Siren dën melona, është e Po, juvja. ju një, po. Qa po mbjellni? Një spejta, pas të gjanga. Është për familje? Është për familje, Po. është për vejtë. E kejma, për miljarë, për janë. Edhe kjo pjesë është me juve, është e vëllë. Kejtë e asë të shpigja, për janë atë kejtë e ju një. Ti pas ka lëvë boba shumë? Për gjastin me hitë, i ko për pjesës. E me dash për shama me blik të tokë, a shkon shumore, me që është? Jo, nuk është, sash nuk ka për para, ka ma shtaj, sash ta. Ani me a, Se që sash ma shumë po këshë ju njerëzit me i pezonë qytetë për pagujnë, po jo. si di pse unë e kisha mendu që shkon shumë Jo, shtrajtari, këto jo. me që është pozita Po që shumë di e që i bukur. bëdhe s'ka shqit, është frekë, si që më thonë, veç nuk shkon që është shumë, për në ashtë 1500. A e bojmë një pazor, apo ma shet një pjesë? Se jo, se bashkë me vallë ka të gjithaj. Për gjyqë se ka pjesë. Për të osin vlaznije. Po dhe. Kështu ora toka dikon ma tonë shpi sa keni a ju? Po, kem. Keni, i punoni? Po, Qa mbjellni? Gronë, ka la mashë, ashtu, po. Gjdo vetë? Për vjetë. So për vejtë, po dhe. Kështu nuk e keni diçka për shqitja? Ja, s'kemi. Ja, me shqit, jo. S'po ka s'kush me thonu, me thonë drejtër më shumë, Allah. Po që në vetë që po përrej që së se këta si jetë a i gjori punë, a i qëtë jashtë. Së në shpinëzon, mi bashku. Jo, s'po Shkolla është ajo atje që e keni të përbashkët, a? Atje shkoni. Ka si po. Ato është shkolla, bëllon të ketër. Dhe më thonë, gjitha i keni bashkë, po. A e keni këmbin? Se pak i bjen dështë Po, fëmija e kanë këta që në këto spes i banë. Po. A ka ne veçuri fshati? Qka ju dalën prej fshatrave tjera të kësaj komune? Cili është ma i zhvillumi kështë si pas mendimit? Po, i valla, i s'po dhe ju fshat mas të hafën buti pjallë, sa si ose kjo. Po, gatimi është ma e modhe. E të në rejës, halojmë të në rejës, Komuna ka punua? Po, mirë ka punu, rejës. Rrugë sanë, halojmë të punu, që vjetë kanë posë pishtu, që se po halojmë një herë së mbretën. Ka shpëj që tjetër së vërshë. Nuk është që ka shumë nevoj për investime, po pak diçka, disa rrugica i kishët. Po që vjetin i kanë lisë pishtu. A ju kanë harru juve, si ju kanë po qështë? Jo, vjetës i kanë bo qështu gatë, dhe ju në mejtë, s'kanë mujtë me mejtë, këtë gardinën. Po thonë, deri tash, deri në këtë koha, nuk ju kanë po, ka e Jo, në marrë këtu se kena pos, këto nuk ishtë që e kena pos abat, këtë. Këto vjetë e kena mejtë, se këtë bashkë, s'kena pos të rrugë, atë që po është në konë dyjët, këtë, s'ka pos. E vjetëani, nësi thana sa përshtojmë, edhe i dakë. Sa në pas këtë lonë dhe këtë pjesën për rrugicë. Indrum falemderit shumë për kohë. Ishte Në shumë. thonë shkuj po Ramazan se gjiheni Zoti ju nuk dosh shumë për aje. recet me Ramazanimi. Veç po ta dëshirë pak me vizitu, me bisedu për Faleminderit fshatin. ju. Falemderit që na Ju pranut. përsilli shperë, valla, i kështu ju ku kanë kërë ato misionet. Falemderit shumë botë, shumë qefi. Falemderit që na pranut në borin i ju. Ishte shumë kënaqësi. Ah, ti që Çdo në të mirë. mirë. Zoja të përshëndes. Për në po që një kam gadimet të Po. paradini. Më kanë shkru shumë, falemderit. Falemderit juve. Faleminderit edhe për juve që Ishte po deni shumë më na kënaqësi. vizitu, shumë faleminderit. Falemderit. Allah ka si lënë ju, me mirë. kënaqësi Se tho jam vini. në nushëm se ka një kofja kisha ba. Zoti ju dosh për recet Se të me mita. Ramazan. Po. A ju a jeni me Ramazan? Allah i ka bëllë po. Edhe juve, Zoti inshallah. Amen, Çdo të krejtë, mirë. kaloni Ishte shumë mirë. kënaqësi. Faleminderit. Kaloni Mirë pofshim. Kujdes, apo del apo dal? Hajtë se po dalën ne. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë kështë. Çka më thonë? Nuk kam as çka më thonë, jeni të e po. Faleminderit për zemërsisht. Çfarë familje të mira. Zoti inshallah i ruan këto familje e ushtofshin. Ka çdo ditë them. Po vazhdojmë këtë pjesën kështë. Hajde edhe një shkum. Se di pse në këtë pjesën kur hyna e kisha një ndjenjë ashtu që janë në shtetet jashtme, por që më bo shumë qefi që prej atjet janë njës, tëtët. Shelme. Në flak ta kom gjitë. Edhe një tjetër rrugic, por nga jo që ka unë e pusha, nuk ka shtepi. Mos e boni merak, do thot nuk ka. S'kem çka me shku, veç rrugic.
ndoshta dhe më dëgjojnë, ndoshta dhe nuk më dëgjojnë, me konë qenë të më dëgju e me thirën aty 50 herë, jo. Po s'besoj. Inshallah jo. Ha, tu ka ndodhë pa ti këta? Hajde. Përshëndetje! Si jeni ajni mirë? A mundemi me hy pak? Veç për fshatin ku me të pyet diçka, 2 pyetje. Si jeni? Edhe po kam dëshirë me ju përshëndet. Si je? A je mirë? A je lot? Çish po kaloni? Mirë. Familjen? Krejt mirë. Unë e tira një 3 herë, thash, a jenë në gjëmë se Ramazan, tash? Po, valloj, A që nuk ta kena i qu. për një mea? Po, A flejta po shuta? po na, Po, a e ki dikën burrin, djalla, dikën që flet, me na tregu për fshatin? për fshatin. Po, ose jo? Qësa i një këtu në këtë fshat? Po jam që 40 vjetë. Po, se jam në kalëzë. Po. Inshallah i ke pas këto 40 vite të mira. Po, shumë të mira, shumë të po, mira, qifi. shumë të mira i kam. Po, njerëzit si janë këto? Jeni shumë i prica. Mirë, mirë, gati A e dini që jeni shumë i prica? Po, Jo lumt. fakt Nuk është e lehtë me pas mikpritjen. Sidomos në ditët e sotme. Shumë mirë, shumë mirë. Po, apo del nai ka, apo ju vjen ai kosha. Dalëm, kemi pas Ramazanin e kem, tash iftarat të pregadit. A ma shumë po ju thrasin apo Valla thirrni? unë mas pari i kum thirrë një herë, tash të sot belje kim. Nuk seri, pse jo, ti hala mundesh me bobok. Ja po, po, Të nguc. Edhe një pyetje. fal. A ka diçka që i mungon këtij fshati? Çka kishit pas dëshirë me pas për shembull? Që unë e thash një park që të oferujt. Mi pas do pushimore mull. Po, A bën ashtu? e kemi edhe qëto, e kemi pas si sport fëmijëve. Po? Kemi pas edhe njerë parking, po tash e kam bo sport, që aty një herë e kam bo, po kem qef edhe diçka ma mire, na i lojnë fëmijëve, Qaje. për fëmijë. Po, mbromje kështu ambushet fshati, a del një ka uja, shetetni. Po, kemi pik, adi me poshtër, e vinal, penaltit poshtë. Shumë mirë. Raportet e keni të mira me ata. Po, shumë Me mirë, kojshillak. shumë mirë, shumë mirë. Aha, a martoheni me ata ju? Jo, Mundësina e do keni? dëshirat të Po, tyne, do të thotë bën. Ama bën edhe zban. Po. E shej respekti, nuk i bëni Po, martesat. jo. E dashur ishte shumë kënaqësi, faleminderit për kohën. Haj, ditën e mirë, Hajde për faleminderit, se nuk Ishte e shumë dita kënaqësi. vizdola. Jo, ja, unë të shtoj kam, që shinëzon njerëzit, 2-3 pyetje eci. Për ndryshe shumë bukur po dukesh. Faleminderit juve, respekt, çdo të mirë. Mirë pofshim, mos i leni dyrt mo Chelsea që shto jo hi. A? Emisioni Katuni jenë në YouTube. Po, shikoje. Faleminderit juve. Nalë bregani, qa po kësyr gani, hajde nalë. Stop! Policia! Si jeni? Ajni mirë, ajni lodhë, shpo kaloni. Ajni mirë. Banuri fshatit? Gatime e për me. E i për me. Me shpak, po tullë të në kuk në kona. kjo është e i për me. E i për me, se nga një herë po ngatrohen kështë drejsa po mendona në cilë një më konë. Që shpo kaloni? Mirë, faleminderit, mirë. Çfarë jete po bëhet këtë? Shumë jetë e mirë, panot janë shumë të mirë. Po, a ka në i dallim prej kujshive atje poshtë? Jo, normal. Cilini më të mirë? Te e presion më të mirë. Hë? Te e presion më të mirë. Pse, çka ju dallam prej tyne? Po, Çka? Çka jeni më normal na jena ma punëtor, je ma shumë ngërbet, kështu. më shumë gurbet? Që do të thotë kjo pjesë është më e praktikshme se ajo atje praktikshme, poshtë. po. Edhe këtu, Ka lagje komplet. aha, Ka lagje komplet që është e praktikshme. Komplet, do me thonë ma holla, si dhe po. Shtëpit i kishit shumë të bukura, ndoshta edhe pjesa mërgate se ka po të vetën, e Po. pa dyshim po dihet. Po. Po tash përveç shtëpive të veta që i kanë ndërtu, çka kanë investu për fshatin. Shumica kanë qenë biznise jashtë venit, për shkak se këto su ka va mundësia me dëpërtu, kanë dëpërtu jashtë në Gjermani, në Zvicër. E fshati e ka një mirëmbajtje, një pastërti dukshme kështu. Kush kujdeset, ju vetë banorët apo e keni Jo, dikë është- kështu special? Është një kompani që kujdeset, normal kujdeset, po
tash edhe ku adimit, normal sim për kujdes edhe shumë, normal verës për kujdesën shumë. I mirë në bojnë varrezat, komplet shumë mirë. Rini sa ka ambicie? Valla shumë e kam braktisë venë. Juve çka ju kanë dalu? Me qa mirë rriqa po në Për momentin e dhoni jam jashtë, Apo? po ju morë të shok i prëndve, i kam prëndë këto dhe që një ku, që një 2 muj jam Je këto, këtë. Po, e në cilin vend je në atje? Gjermani, Stuttgart, Që sa vite je? që një vit e gjysë. Jam shumë e vizitume. Ja ambientuhe që ja Po shumë mirë, kam edhe A, ma shumë. mirë këtu atje? Vallaj, atje kam shumë familjar, këtu jena veç shumë pak, atje janë ma shumë. Po, për hotër të prindve duhet me orë ma shpesh. Çdo është këtë problemi, shoku i prindve, po do të marrë shumë shpesh. A i kero pishmën që e ke lënë Kosovën? A ka dollë diçka që e ke mendu ndrysh, po kur je shku atje, Normal, në çdo fillim është i rënd, po për momentin atje është ma mirë se këtu. Për mujna me gjithë veten ma shumë atje se këtu. Në këtu, nështë edhe s'kena mujtë me gjithë veten mirë, atje shumë ma mirë. Nuk më bëhë qifrit që ke gjithë veten, punën, Po, edhe... normal, po. Kem shumë familjar, kanë më rri shumë Po, nështë edhe që i ke pas në pritje, nuk të karo shumë ashtu me u mërzit, se i ke pas Jo, i kam familjar. pas familjar, që aty o kanë kitë, Po. sidomos, unë jetoj ofër motrës edhe shumë ma lehtë. Po, normalisht. Shumë Në është shefrin, ju duket si me shku për vizit kështë, jo që jetu. I ndërum ishte shumë knaci. Faleminderit shumë, përshëndes, Faleminderit që u edhe juve. kthejve na përshëndet, respekt, Faleminderit shumë. çdo të mirë. Mirë pafshim. Po shkojmë, po e vazhdojmë rrugtimin. Po e komentoj edhe një herë këtë fushën. Pra, në këtë pjesë ndodhet edhe fusha e sportit për banorët, nëse dojnë me lujt futboll në herë, futboll. E përveç kësaj, e pas kanë edhe këtë WC publike, unë kështu e quaj, kështu i them. Po dihet se është për lojtar, por edhe për vizitor, si puna jonë me dasht, me vizitu, me dasht me shku. Po më pëlqen se është krejtësisht e rrethume. Kjo më pëlqen, kjo ka rëndësi. Çka mundem me thonë, kështu si përfundim, nga ajo çka unë e pash sot në këtë fshat, një park, ka nevoj fshati me pas, edhe atje të kojshia poshtë, edhe këtë. Për shkak se natyra është shumë e bukur, pozita është shumë e përshtatshme, edhe veç ja jap një ngjyrë ma shumë fshatit, edhe fëmija, për shembull sa sillen në rrugëve me pas një park, ku me lujt me shoqe, e kështë me radhë, po përveç kësaj edhe kanë pjesën e ujit, me dalë mas iftari, edhe kur s'kem Ramazan me dalë me shëtit. Qem të ledhu qëtë? Ne i duam fëmijët tanë, ju lutem, ja pra një thenje me shumë peshtë e madhe, që nuk i kam hasë në ndonjë fshat tjetër. Ne i duam fëmijët tanë, ju lutem vozesni nga dalë, ju lumt, po më pëlqen shumë kjo, si me thonë, letër, tabel. Po më pëlqen kjo tabel, pra me këtë mbishkrimin, i duam fëmijët. Fëmijët janë pika e dopt për secilin prind. Dhe më the, kjo është e kalushme. Mos po mëlqen. E përse e letje mëne. Ta që të cojmë pak trunin, mune mes të ures, rjedhja e ujt, në kohën kur ka reshi shiu, po besoj që e këtu mbushet uj ma shumë, e tash në cilën rrugic po kalojmë, apo kalojmë këtë rrugicën kënej, për shkak se është ma e zgjerume, ma e gjonë. A ondi? A pjamojmë që kënej? Hajde. Edhe autobusi Prishtinë-Lipjan Gadime. Pra janë ofër Lipjanit,
Pra për me dalë në Prishtinë, e kanë edhe autobusin, është shumë e mirë me kjo në çdo fshat, me pas autobus, në mënyrë që banorëve me ja u lehtësu rrugtimin, se kur dojnë me dalë në qytet, kënej po dalë ma? Hajde. Apo shkojme me autobus në Prishtinë. Apo hypo me qitren, bëllë ke për sot. Kur ja kom nis prej 10 të fol, prej orës 10, bam. Po që s'mu nalë kjo guj. Të isha në Ramazan, më nalët pa guja, po që farë, mëre. Edhe një tjetër market, e pas kanë edhe restaurantin. Hajde, ka jem betë mëre atje aqë në fund, o lot, ta kalëshu që ta është buka me të modhe. Po me post edhe me folë si une, qa bën t'i djallë? Hajde po shkojmë të Agu t'ule mërë me hypë shtë, me shkel, ha? Në garantën, o sa bukur. Apo shojna bre pak që të se më ka tesh, shpirti më ka tesh. Që për më dhe më kanë kontë, është shkena hitë shumë sot. Po kaloj qëtë? Ashtë më rathu poster, s'kotër, ha? U e gjeta një orë, ja vala lagë të është, s'ko dzej mullë. Nuk o dzej mullë. Kështu me qef, isha ullë qëtë. Po veç kur të rëshas. Shkën po thua. Pra, me qëtë mi, si që ndëgjut atë djallin, ma herët që fale me ta, këto shtepi i tha krejt thotjen. Kështu që, ha? Okej. Kështu që, eja, ka mundësi që ka qëtë orë. Hajtë të thaj njerë, është shë. Që qëfar fati kam. Ku me gjujt? Nuj, ja, nuk bën me ndo t'ujnë. E ambientin bën dorën tina, po s'po ta ku me shtin gjep, më prishën gjepat se ke orra e prisht. Si jeni? Mirë. Që shpo kaloni? Po mirë. Qa po bëni, qa po punoni? Me qëta punë përdeshme. Bash, si punë të grove jem bo. Që shpo kaloni në këtë fshat? Mirë fort, Allah, mirë kalon. Qka ju dalën prej gadimes të ullt? Wallahi, është me dalime s'ka këto që me honë, adin, Që vrejet që kështë? vrejet, adin dalime në kavish njëjti. Cili është po? Cili është me i banuar? Po, kë gadimja i për me banu. Po. Se ullta? Se ullë. Ka mërgjimtar shumë në këtë pjesë? Po, me ka, këtu ka ma shumë ka nga gadimet Sa tje? se gadimet tonë. Që shkoj filloni një ditë përshëndetje? Si jeni? Me qëtë punë përdeshme. Po në një diçka po vetëm ka shpia? Po, ka shpia, momentalisht ka shpia e. Apo mboni në i lupa, në i gjela, në i pulja? Pula kem, e lëp momentalisht nuk kem. Po. Që një 3 vjetë se këna pas, këna bojnë të dhe tu. Se i keni hek? Po i këna hek për shkak që, S'kesh kush mi këqyrë ma, a? vallaj, ju për që s'ka pas kush mi këqyr, i këshna këqyr vetë adin, po puna që është fëmija vasi në dolen jashtë, adin, edhe qatër, kava. Unë gjatë kohës po isha? Me të shohë që njëm të shpija, qika e martune, qëto. Po. Qa me bo, qatë mëni, me mundësi? Po dhe me mundësi. Toka ca po punohen? Toka dhe janë të punu më të mahë, kësa dhe ka në sa punojnë mirë. nuk lijen. Me që edhe jemi të folë për toka, jemi të e pa dhe traktorin Po, propa, okay. po shkojnë nora. Ta janë kushere këtu. Po, edhe ata mirën me Po, me bujqësi. vetëm ta që i kanë këtu fermën e kanë ljubë. Po, a? Po, që të Kanë mallë të unë, i kanë 20 frimë qështu. 20 ljubë. Tash po du mu ndalë tek ndërtimet, shtepiti kishët se cili ma të bukur se tjetri. Po, shpijat janë shumë Siks. mirë, këto ndërtimet shumë Po, kanë bo.
Kur janë ndërtu, se shumë zhurëm, kur janë ndërtu sfundi kështu se po duken shumë treja. Që tash me të madhe mas luftë, adin se përpara ka pas ndërtime ma pak, adin kam pas. Adin se jenë konë kështu në Bashkësi. bashkësi kanë jetë. Kalablak. Po. Kalablaku të ljonë. Po. Qëta është adin qëta është si po bon 3-4 vetë po do në Vllaznia dhe në me vetë. Ama mirë tash që ka orë kjo ku Po, me undosë shumë- cili shumë shpinë e ma vetë. Shumë ma mirë. Edhe ma qetë, nuk kopen gratas, fëmijas. Ja, nuk po. Jo, me siguri e keni përjetu edhe kohën e bashkallokut, a? Po. Sa antar keni qenë dikur, numri ma i madhë që u konë? Para të dhejtës po të kalëzoj, jena konën të 25 antarë, 26. Logarit 25 lukë, 25 pjota, 25 gota. Këtë, edhe e farë. Shfarë punë jenë konë mi Kalojmë krasume. ani, nësë jo blokojmë rrugën makinave. Qëfar punë në konë për para, që tash me krasu orë punë shumë atleta, ma në ryshe këtë jenë konë. Për para këtë jenë konë me durë. Që tash e ki mashinën e lomjes, terjes, krejt. Tash këtë me pulla, po dhe që ato po pritojnë. Po ato që ato vëlloj me karë kua që pesha që po pritojnë po shak me mos, në ryshe s'ka. A keni mendu që ka marrë kjo ditë në i herë, që me i posa është të krejt gatshme. Me pas para mendu do, s'ma mërmenja që kam para mendu në gjinje që vinë kohë. Para lukë dhe që shokon me krasu që ta është jem. Qa me ndonë, a jemi ndër popujt ma punëtor, mu që po mbjen me i vizitu gjithandej Kosovës, se cili shtepi ma të bukur se tjetri, këtu normalisht të nejtë nuk jem bo. Ja, lasin një, këtë jam, i që edhe me jashtë, adin, jashtë e ka punë, se që tu me punë që tu i, unë një kohër ma heret e më me, asi një u konë në Gjermoni. Edhe atër, i në Po del konë, që kënej se po del ma i malë se one. Që ta është barazohen. edhe nuk këna mujtë me bënë që të sanë, adin. E që ta është në shku me djem blavit e me kretë janë jashtë. Po, mërgota na kanë gjitë dorë Ja, në më të shumë modhe. pas konë atë, Qef ta këshin hongër. ishë me që shto, sikur që na shti kishëm asiti shka mosu. A e dinë si, kur i përmendi mërgoten edhe thëm kështu, mos me ka mërgota, unë, familjen teme nuk e kom pas kërkon jashta shtetit, po, nuk e di qka është një këmish dikush me ma bli, së kom pas kërkon. Po që, tash në për fshatra të po të ndëgjus, se si u ndihmojnë mërgota, është shumë e mirë kjo. Tash me që jemi të mërgota, po e vazhdoj edhe pak një pyetje për fshatin, sa ka kontribua, ka investu diçka. Na i rryma, na i shtyllë elektrike, a diçka. Rjetë i rrugë është shumë e adin. Amo kvalitet nuk ka rruga që është adin. Amo lidhjet këtu në keqë s'mund me thonë, një diçka për të rrugë se këtë rjetë është këtu s'vallush, këtu glavic, mirash, këtë të fshatë janë të lidhe me qëto rrugë asfaltume. A këto është qenor vetë, ato i ka si komuna. Po që komuna ka investua, ka punu. Për shemë të hecë se kim Ku e në kemi? tonë, qërë aja në tonë, të fisha del atje. Ashtë bukur atë A pjesën shumë anej. e mirë, aja pjesën në tonë, këtë del në tonë. Shumë e, adin kështu me dalë me hecë. Po, keni një vend ku mundin me kalu kohën e lirë. Po, kohën e li, që unë kështu dalë për që ata kështu. Po, a shkojnë bashka, është largë. Valla, e ko që lakë, që kohën është atje nalë. Ja, shumë largë. Është, A i një më Ramazan? po. Zoti ja u Jo. pranuft, po. A po kalojmë kënej se pa na shkel, a? Drejtar? Unë po ju falenderoj se po ju marr kohë ma shumë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për juve, ishte do të mirë, e kalofshi mirë. Ki shumë modin për Ramazan. Shumë pi kafe, a? Po, Në i herë tjetër, ja, jo Ramazan. për kafe, po edhe Ramazan kështu me iftara në Me isam. iftar? Po, Na vjen shumë me prit. po dhe? Gjithsesi faleminderit shumë. Hajte, ishte do të mirë. Si me hongër iftarin, po Vallaj, m'duket. po. Zoti ju dhash Hajde, bereqet. çdo të Çdo të mirë. mirë, respekt. Hajde.
Faleminderit familjeve që na e kanë hapë derën dhe zemrën sot në gadimin e epërme. Faleminderit edhe juve shikues që qëndruat për gjatë këtyre minutave me neve. Këtë na u duhet me undo me juve. Deri në takimin ton të radhes. Mirëmbëngjesh.